Përshëndetje miq, këtu kam sjell hallëve për natën e Kadrit. Gëzuar natën e Kadrit, ju bekoftë Zoti të gjithëve, paqe e dritë në shpirt. Me pak fjalë po le recetën. Provoni këtë recetë se doli vërtet fantastike. Në një tigan, 1 lugë gjelle vaj ulliri, 1 me gjalp. Shtoj 1 filxhan kafe mjellmistri dhe 1 gruri. E verdhoj mirë pa e djegur. Shtoj 1 filxhan me sheqer e përziem, 2 filxhan gjysej me ujë. Masa e filxhanit është 50 gram. E pjeki mirë me flak të ullët. Mbasi e kemi pjekur, shtoj 1 lugë gjelle me boronica. Mund t'i shtoni bajame, ara, unë preferoj boronicat e kuqe, janë pak majoshe dhe thyn atë ëmbëlsirën e hallës. Unë përdor atë stampon që përdor për biskota, por mund t'i jepni formën sipas dëshirës. Dolën vërtet të bukura dhe të shijshme. Provojeni, e solisim pak me boronica të kuqe dhe ja ku e keni kur thot Eli ça ta hash me sy. Ju përshëndes dhe javë të mbarë të gjithëve. Ciao, ciao!